mijëra qytetarë në vend nuk po mund t'i përfitojnë 2 pensione për shkak të keq interpretimit të ligjit nga vetë shteti. Qytetarët të cilët janë vetë ose kanë familjar nga kategoritë të dala nga lufta në kohën e pensionimit po fihen përballë një zgjedhje. Ata nuk mund t'i marrin 2 pensionet, pra atë kontribut pagues të moshës dhe pensionin që ua garanton ligji për veteranët dhe të tjerët, por duhet të zgjedhin vetëm njërin prej tyre. Kjo po ndodh pavarësisht se ligjet ua njohin këtë të drejtë, përkundërse edhe gjykata ka vendosur standard qysh në vitin 2021, duke ua njohur të drejtën e 2 pensioneve, shteti sërish vazhdon me avazin e vjetër. Pos që nuk po anje këtë të drejtë, qytetarët nuk po lejohen madje as të aplikojnë për realizimin e kësaj të drejte. Bajram Rukolli nga Skënder, ai sot 66 vjeç, kujton kohën kur kishte shërbyer si ushtar i UÇK-s. Në mars të vitit 1998, ai kishte lënë gruan bashkë me 5 fëmijët për t'i shërbyer luftës për liri. Si luftëtar, ai kishte shërbyer në zonën operative 113 muaj Krasniqi, derisa kishte rënë në duart e ushtrisë serbe, të cilët e kishin burgosur për 9 muaj. Unë kam shërbyer në zonën operative 113 muaj Krasniqi Kapuqi. Në kryesisht në katonin e Rëzallës, në Rëzall, nga dhe kam edhe vendlindjen, kryesisht me fshatar të katonit, kam qenë si ushtari thjeshtash në shërbim. Ato ku kanë ndodhur masakra, ato ku kanë ndodhur vrasje, fati nuk kem dëgju për përdhunime, vetëm vrasje, masakra, dëbime. Fëmijët e mi, unë fëmijën e vogël e kum pasë 3 muajsh, 5 fëmijë e tjera, për të mbrojtë kryesisht vendin tonë. Qëllimi nuk ishte agresiv, ishte mbrojtja jonë, mbrojtja vendit tonë, duke parë se çfarë agresiviteti kishte nga pushteti serb, nga ushtria e Serbisë, nga policia. Dhe ne ishim edhe jemi në vendin tonë. S'kem ka të shkojmë, as ku të shkojmë. Me të përfunduar lufta, ai ishte kthyer punës si mësimdhënës. Rukolli ka dhënë mësim si arsimtar i fizikës dhe kimisë në fshatin Rëzall të Skënderajt. Por, prej një vit e gjysmë që kur ka arritur moshën e pensionimit, ai merr vetëm një pension, atë kontributdhënës për punën e bërë për afër 4 dekada si mësimdhënës. Ashtë për të që ditë qysh këta njerëz tanë, qeveria jonë, shteti jonë. Unë personalisht, unë thash se isha mësimdhënës dhe ne që kem punu në bazë të ligjit që e patën përpilu dikun në 2018, nuk nga ka taku kur falë beneficioni si veteran. Që kam qenë edhe faktikisht mëseshën të punu, nuk kam bon kur falë kërkesa askurje për beneficion. Por duke qenë se është edhe veteran, ai ka marrë rrugën drejt Departamentit për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe viktimave civile të Ministrisë së Financave në Mitrovic për të aplikuar edhe për pensionin e veteranit. A ke apliku tjetërkon për pensionave s'kena jetu apliku? Të gjysë jam pension. Ka dalë veç pak. Çfarë pensioni jetu morë? Jam pension, kontribut. Por kjo e drejt ju mohua. Nga zyrtari i Ministrisë në degën e Mitrovicës, ai u vu përballë një zgjedhje. Rukolli duhet të zgjedhë në mes të pensionit kontributdhënës që arrin vlerën 214 euro apo atij të veteranit prej 170 euro. Ti duhet me dhënë deklarat. E çdo të asoj për të marrë posa. Të dyat nuk ka se më në program. Pse? Arsye. Arsyeja është se 2 pensionet nuk i jep ligji jo, alo, që Ajo është pension kontribut pagus. Kjo është pension i beneficiar. E ka në pension? Kanë se unë im danë pension. Faktikisht. Pa e dinë sa i marrë në tjetë. 214 euro. Kanë këto 170 euro, edhe ato bile kanë biletes në zërdu në ndalë. Ato së të thamë. Unë e kuptam edhe pensionistët e shtetit
si e të vetë. Rukollit, ministria nuk ja pranoi as dokumentet, derisa refuzoi t'i lëshojë edhe dokument se aplikimi ju refuzua dhe i njëjti nuk ka të drejtë marrë 2 pensione. Ne apmanshon të një letën e vendima, që nuk kam drejtën as në apliku nuk kam drejtë. Jo, nesër hajde në Prishtinë, na s'kena në për zyra regionale, s'kem bula as vërtetim s'u i me të shamu dhe konë të morë veteran të ti, duhet mi morë në Prishtinë, jo të na. Se s'kom bullë të rëmbullak, s'kena drejt me të të morë është e centralizume, si departament që je. Mirë po, unë po të ka drejt, moj që të dokumenta i shola, unë po lutna, qeveria, do mon i bjerë men dikush që pas ka fitu ki drejt, po unë asë një se kun po se i ronë që tu, jo e kun fitu me litë, ka do ma ke morë pare, jo valla. E po atë qa ke fitu? Ke fitu e ullë dhe për gjykata e në për anë e s'ke morë të gjërë. Po na njerëz e kanë dhonë jetën për familje, për vetën e për tokën, e pse jetë si unë kush së shkërës. Unë gos, për që jetë ti, nuk kom problem dhovja, unë s'muj me ta registru që milion, dy gjërë, se duhet me registru. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje nga zyrtari i ministrisë, mirë po njëjti ka deklaruar se nuk ka të drejtë të prononcohet dhe për këtë shton se duhet të flas vetëm drejtori i departamentit në Prishtinë, derisa refuzimin e dokumenteve arsyeton me faktin se derisa Ministria e Financave nuk u sjell bazën ligjore për t'i dhënë 2 pensione, nuk i pranojnë as dokumentet në këto raste. Ligjin 2017 e kanë pruar Isa Mustafa dhe Armana Broshi kur ka qenë ministri punës e Mërqenjës Sociale. Qaj ligj nuk është fuqizu, halo është në fuqi dhe mon, ata e kanë dërpej, se dhe në qatë kohë kanë mon. E vendimi i gjykatës supreme si ka ardhur nga? Jo, s'm ka ardhur, se s'm vjen mu vetë se s'm ardhur në gjykatë. Jo, po në kuptimin Ministria e Financave, po, qito kesh të thonë që se pare po taj parë që të ashmonë, mu duhet me urdhëzu ministri edhe ato me hanë udhëzim administrativ, pranohen dokumentat e veteranëve këtu anej, duhet që mu pranu, se na si veterani pranojnë, po me 2 pensione si pranojnë. Ajde me honë deklarot që jetë pjason. Rukolli aktualisht tregon se merr 214 euro nga puna që ka bërë si mësimdhënës, andaj, duke qenë se kjo shumë është rreth 50 euro më shumë se sa ajo veteranit, ka zgjedhur pensionin kontributdhënës të moshës. Shkruan thani në deklarat që nuk keni të drejtë në pension të punës. Thash po dhe ato thash unë kom punu 37 vjetë. Mësimdhënës, thash me ditar, me hjek, thash dorë. Thash, ajo më takon me ligjë, thash, po dhe kjo më takon, sepse jo që e kom bonomin, po me gjitha ta është benefician që ju takon veteranëve. Ju takon edhe familje dëshmorëve, ju takon edhe invalidëve, ju takon edhe viktimave të luftës e tjera tjera. Edhe sepse ne edhe unë e kom pas shkollën e lartë fizik, kimi të kryme, takojnë me legjë tash pension 214 euro i marë. Që ka du të ishte edhe 170 euro për shambull, edhe pse edhe ajo është ndihmë sociale. Moshtu. Por jo vetëm në rajonin e Mitrovicës, po përballen me këtë situatë veteranët dhe kategoritë të tjera përfituese që burojnë nga ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre. Dali Buqa nga Suhareka tregon se gjatë luftës ka shërbyer si luftëtar dhe kuzhinier në fshatin Budakov. Jam konë në centër Budakov se batalioni 2 ka grabitu pe Gerikosit deri në fshatin Papaz. Edhe tonë luftën ju këmë zi ushtërisë, këmë zi në centër të komanda. Unë si për veti përvojtë se ka pas shumë pjesë ku kanë zi ushtëria, në fjallë, se s'këm mujtë kajtë më furnizu pe qasaj pike. Këmë zi në lagjën e kokollarëve, ku konë komanda batalioni 2 fshatit Budakovës. Tënë sa kemi mujtë, jo vetë kuzhinier, po ka pas rast normal, sa e luftë, nuk jam konë vetë kuzhinier, po jam konë kuzhinier me armë kra, kur ka pas nevoje, këmë lënë kazanat të zi, edhe këmë dalë në pikë. Kurse ndim si
e kalon komën, të aty kuzhinja, që konë sot o pa komë. Shemëll, po tash, s'ka më thonë. Për këtë, Buqa që nga viti 2011 merr pensionin prej veterani. Tash, ju sa vjeç jeni tash? Jam 68. 68 vjeç. Që 3 vjet, a keni marrë ju pension? Çfarë pensioni keni marrë? Vetëm që veteranëve. Ku më apliku, kur që në kanë thonë më apliku për këtë domethënë, atëherë ku më apliku, ata ku morën në rregull. Dhe megjithëse nuk ka ushtarë që ka hi për 170 në luftë, po kemi pas në obligim venit tonë, vallë tonë. Po tash mos i pimorin krejt, kam që mi moron, dhe nuk jam kundra kur gjë. Ndërsa prej 3 vjetësh edhe pse ka arritur moshën e pensionimit, nuk ka marrë pensionin e pleqërisë. Buqa thot për këtë mos ke tentuar, pasi është bazuar në rastet e të tjerëve. Kur i ke bo 65 vjeç, a ke tentu me shku me marrë pensionin e pleqërisë? Jo. Pse? Po kanë thonë që takojnë 2, kurse dikuj, për shembull, pi takojnë, dikuj s'pi takojnë. Që tu nuk jam unë se di sa po më kupton. Por Buqa u njoftua nga bashkëmoshatarët se kjo e drejti takon, pasi edhe ata ishin informuar nga një video njoftuese realizuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi. Për këtë, ai të mërkurën e 13 dhjetorit u nis drejt zyrës së Ministrisë së Financave në Suharek, bashkë me dokumentet e nevojshme për aplikim. Edhe këtu, e prori zyrtarës doli t'i ketë urdhëruar të mos i pranojë dokumentet. Unë kam e prorë. Po? Unë e pila prorë. Nuk jam kundra vendimit. Inshallah, ka 10 rroga për një herë, krejt ato shkajmë kanal javqisi. A e më tha, mos i pranoj. Ka me prorë, 20 shpije kam une. Po këtë kuptojnë. E qëto është problemi. Mirë është më nejnë hem pritën, hem Suharek, për makinë njësë të dojnë Prishtinë me shkuat. Buqa doli të mos jeti vetmi. Zyrtarja e ministrisë në tentim për t'u sqaruar, tregoi se është pala e 10 që ktheu mbrapsht, duke mos u pranuar as dokumentet. Nuk jam kundra, po që s'po du me t'i lartë, absolutisht. Nëse merë zotnia. Jo, s'me marrën personalisht Po, të po... jo ty, po dhejt i kthejva ti që dasht. Tere që dasht i kthejva dhejt. Pendiri drejtor. Ligji, tha, neni 16 nuk i lejon 3 paka. Për njëjtit buxhet. Qështu? Si rjetoj, a i doli sërish me dokumente në duar, pa e siguruar të drejtjen e garantuar me ligj. Çka thanë këta të zyrës këtu? Këta më thanë nuk ju takojnë, kur gjë tjetër, absolut. Pse nuk takojnë? Ata jape arsyetimin. Po pse për mërë qatë veteranëve, është për qatar. A tregoj cili lista ndalën ty me marrë dhe të kontributënësin ose të pleqërisë? Po nuk e di unë, qërë, unë nuk e di ato sene që janë me litë, po e di si shemëll, në takon për shka janë 100 euro për sa. Se për parën të tregova, veteranëve kërkush s'ka hi për pare. Në gjithë mi konë ketë ngusht, edhe jem sët ngusht, po për pare kërkush nuk jenë lutë. Ke hi me mbrojt venin tanë, obligime kemi pas, po tash për mërti që ato i që në sadatera, s'takojnë këtë presnisë. Ta janë pyetje. Ata japin ai letër me shkrim këtu e zyrës me të kallëzu pse nuk takon? Jo. Për këtë betimi për drejtësi u paraqit edhe tek kjo degë e ministrisë. Zyrtarja u arsyetuar se kështu është nga drejtori i departamentit Dega në Prizren, anise vlerëson si veprim të padrejt mohimin e marrjes së 2 pensioneve. E pse s'pi pranoni? Për pranojnë asë në... Ai si pas drejtorit, unë e kërkova atë ligji, në pëthët njëri 16 nuk pelejon me i marë 2 pensione për njëtit buxhet të Kosovës. Okej. E vendimi i Supremës që është? I gjykatës Supreme? Për qatra, po tam shkote që kë drejtori. Ndryshe nga Skënderaj dhe Suhareka ndodhin në Prishtinë. Zymer Statovci nga fshati Batllavi Podojevës merr pension si familjari viktimës civile, pasi ai në luftë humbi gruan e cila la pas 5 fëmijë. Unë jam veç me qëta fëmijë. I ku marrë atë, më 2 muaj ditë aty, kemi nejt, hajde se u liru e Batlava. Kemi shku atje, i kemi, kur shkoj krejt në të kalta, në një lastik. Kemi nejt sa kohë, aty, min 6 vjetë, 7 muaj i ka pas që i ka me vogla, që i kom pas, që ato i jam kujdes sukur më konë non, bab, jam konë qëtë.
Statovcit që nga pas lufta e deri në nëntor të këtij viti ka punuar në kompaninë e ujësielësit rajonal Prishtina me të dalë në pension, ai është paraqitur në zyrën e Ministrisë së Financave në rajonin e Prishtinës për të marrë pensionin kontributënës. Ndryshe nga rastet e tjera, atij janë pranuar dokumentet. Tash vendimi kur gjësëm vetën. Veç më tharë në shkruje qëto, e kom në shku, asën veti, a ki një sen tjetër, a ki një diçka familjar në i kom të meta diçka, sëm ka vetë, i kom në shku që aty letra, i kom lonë aty, da për të vendimin të i telë. A ka dalë vendimi që ta kam pensioni bazë? Pensioni jam. Dikum me 13, më zgabosh ata. Del. Që kjo pensioni që e mosh, për moshën 65 vjeqar, ajo më kështë dalë 150 euro. Asi 100 euro. Pensioni bazë, që ke moshën 65 vjetë. Edhe pse statovcit nuk ju mohua aplikimi për këtë pension, është në pikë pyetje nëse ky aplikim do të pranohet. Ty nuk paraqet ndonjë problem për me marrë si dokument? Jo. Për tjera së më ka vetë sen mi këto. Tash, presëm që se në qitë muaj, bile kur i dërzova këto, tha, këshire gjdo rast, tha që kije këta probleme, me të 15 një qesin që ti muj, në qo se ti qesin, në lejmëron, s'ti qesin, në lejmëron. Edhe atëherë po priti të eri, së di 13 edhe 2 ditë. Gjithë kjo situatë është krijuar nga viti 2014, kur edhe ka hyrë në fuqi ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti. Neni 16 i këtij ligji u keq interpretua. Sipas këtij neni, personat që janë përfitues të cili do pension të skemave pensionale të përcaktuara me këtë ligj në asnjë rrethan nuk mund të jenë përfitues të ndonjë pensioni tjetër nga skemat e veçanta pensionale të cilat menaxhohen dhe administrohen nga ministria. Hulumtuesi i lartë i KD-s Gëzim Shala sqaron se ky nen nuk vlen për ligjet e tjera, siç është ai për kategoritë të dala nga lufta. Sa përket këtyre kategorive në rastin konkret, ligji ka përcaktuar qartë se përfitues i pensionit për këto kategori është secili person i cili i përmbush kushtet sipas këtij ligji. Pra në asnjë rast këto ligje nuk e kanë kundërshtuar njëra tjetrën apo njëri ligj nuk e ka shfuqizuar ligjin tjetër. Por ky keq interpretim është sqaruar edhe me vendim gjyqësor pasi disa qytetarë janë drejtuar gjykatave duke kërkuar marrjen e 2 pensioneve. Në një rast të siguruar nga betimi për drejtësi, pala ka dërguar rastin deri në Gjykatë Supreme, e cila e ka njohur të drejtën e marrjes së 2 pensioneve. Sipas aktgjykimit të Supremës, kjo dispozit ligjore nuk mund të aplikohet në rastin konkret, pasi pensioni kontribut pagues është e drejtë themelore e njeriut. Sipas Shalës, ligji është i qartë, mirë po zyrtarët shtetërore kanë keq interpretuar, duke krijuar bindjen e përgjithshme. Fatkeqësisht do thotë që nga miratimi i ligjit në fjalë, ligji është interpretuar do thotë nga disa burokratë të Ministrisë Financave në atë mënyrë që nuk është interpretuar në kuptimin e drejtë që ka ligji dhe duke u mbështetur edhe në praktikat ndërkombëtare që kanë qartësuar standardet lidhur me këtë çështje. Fatmirësisht disa qytetarë kanë referuar rastin e tyre më pastaj në gjykatë për të kontestuar këtë diskriminim dhe në këtë situatë tani më gjykata duke vendosur sipas këtyre kërkesave e ka qartësuar se edhe në kuptim të praktikave ndërkombëtare të jurisprudencës Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, çështja e pensionit kontributdhënës të moshës për cilin pension një person i caktuar edhe ka kontribuar, është e drejtë themelore nga e cila nuk mund të përjashtohet askush. Ndërsa sa i përket ligjit në fjalë për këto kategori specifike është cilësuar si një ligj i veçantë dhe që në rastin konkret kemi të bëjmë me 2 të drejta. Por përkundër edhe vendimeve të Supremës, Ministria e Financave shihet se vazhdon me praktikën e njëjtë. Ata vazhdojnë t'u pamundsojnë qytetarëve sigurimin e së drejtës për marrjen e 2 pensioneve, derisa me vendime gjyqësore Ministria sipas Shalës do të duhej të ndryshonte praktikën e veprimit.
në një shtet që u shërben qytetarëve, definitivisht se në raste si kjo duhet të ndërmerreshin veprime proaktive për të zbatuar do të thotë këtë qëndrim, këtë standard të vendosur nga gjykata në të gjitha rastet. Dhe madje kjo do duhet të bëjë në mënyrë proaktive, në atë mënyrë që të evitojë shkelja të cilën tani më është kuptuar se tash disa vite është duke bërë Ministria e Financave. Fatkeqësisht nga ajo që shohim në praktik është se kemi mosbatim të këtij standardit, për shkak se ende kemi pengesa procedurale të cilat pamundsojnë zbatimin e këtyre të drejtave të cilat janë njohur nga gjykata. Në këtë situatë çfarë jemi duke i pasur parasysh edhe ndjeshmërinë e këtyre kategorive, si në rastin konkret, qartazi mundemi me thonë se qytetarët rrezikojnë që të dekurajohen dhe të mos kërkojnë të drejtën e tyre në mënyrë individuale dhe rrjedhimisht edhe të kufizohet kjo e drejtë. Për ma tepër do të thotë nëse nuk zbatohet brenda procedurës administrative dhe insistohet që të shkohet rast për rast në gjykatë, kjo definitivisht se do të uacenoj para zgjeta qytetarëve të drejtat e tyre, do të krijoj zvarritje procedurale, do të ngarkoj sistemin e drejtësisë dhe po ashtu do ta rëndoj edhe barrën buxhetore të buxhetit të Republikës Kosovës. Për këtë betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje nga Ministri i Financave Hekuran Murati, por i njëjti nuk ka pranuar të flasë lidhur me temën. Veç një sekundë. Padrejtësia tjetër që po u bëhet është edhe moslëshimi i një vërtetimi i cili refuzon palet për marrjen e 2 pensioneve, përmes së cilit ata do të mund t'i drejtoheshin gjykatës. Në organizatën e veteranëve të luftës tregojnë se për këtë kanë pranuar në vazhdimsi ankesa, derisa vetëm një pjesë e tyre kanë arritur t'i marrin ato pas insistimeve. Ka pas ankesa, po njerëz kanë prit, po me insistimin, domethënë tani e kanë marrë. I marrin këtë dokumentacion dhe me këtë dokumentacion do të vazhdojnë procedurat përmes gjykatës. Ne do të insistojmë dhe do të bëjmë kërkesë edhe në qeveri dhe në ministri që mos të maltretoj këto kategori dhe t'ju jap fund atakimit të kategorive të dala nga lufta e UÇK-s. Me këtë çala thotë se po u pamundsohet edhe dërgimi i rasteve në gjykatë. Fatkeqësisht nga ajo që po shohim në praktik është vendosja e pengesave proaktive që qytetarët mos ta realizojnë të drejtë. Fatkeqësisht për shkak të kritereve dhe procedurave shumë burokratike, në raste të caktuara ne kemi parë se zyrtarët e administratës nuk po i pranojnë aplikimet e personave nga këto kategori. Para së gjithash do të bëri theksoj, është shumë e rëndësishme që të zbatohet ky standard që të njëjtë e drejta. Mirë po, nëse institucioni të mësëkeshti, nëse mundemi me thonë, ka qëndrim ndryshe prej kësaj, të paktën duhet kriteret minimale, standardet minimale të një procedure thonë se duhet ta pranoj dhe të kthej një vendim të arsyetuar sepse po refuzon. Mirë po mos pranimi do të thotë i aplikimit i dosjes, qartazi paraqet një pengesë shumë të theksuar për qytetarët dhe një mos ushtrim të obligimeve primare që kanë zyrtarët e institucioneve të administratës publike. Për mos pranimin e dosjeve nga zyrtarët e ministrisë, Shala thotë se duhet të mbahen përgjegjës penalisht. Për gjithë zyrtarët të cilët nuk pranojnë do të thotë as fizikisht dosjet apo aplikimet e këtyre qytetarëve, definitivisht se duhet të angazhohet prokurori i shtetit në drejtim të mbajtjes penalisht përgjegjës të këtyre zyrtarëve, për shkak se kemi të bëjmë me një mohim të së drejtës së qytetarëve, me një mos ushtrim të kompetencave zyrtare nga këta zyrtarë në atë mënyrë që u pamundsohet do të thotë qytetarëve që edhe të futen në procedurën administrative dhe më pastaj të ndjekin veprimet procedurale. Në vend janë mira qytetarë të cilët përfitojnë nga ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, një pjesë së cilë janë kushtëzuar e pjesa tjetër mund të kushtëzohen në moshën e pensionimit. Për këtë, nga organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s thonë se kjo po u bëhet padrejtësisht nga shteti. Në atë kohë kemi thënë që është kundërligjshëm dhe po shkelni të drejtat e këtyre kategorive. Në fund është argumentuar dhe është faktuar nga gjykata, madje edhe nga Supremja që në përfundim ka bërë që janë shkel të drejtat dhe liritë e njerëzit në këtë rast të këtyre kategorive dhe kundërligjshëm nga një nën, siç thash më herët, i një ligji që këto kategori nuk janë
pjesë ati ligji, kundërligjshëm ja ka ndalu beneficionin. Pjesëtarët e kategorive të familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, viktimave civile dhe viktimave të dhunës seksuale. Për ta informuar publikun mbi këtë drejtë, IKD ka dhënë sqarime përmes një video informuese për publikun dhe që nga 27 nëntori Qendra për Ndihmë Juridike Falas ka pranuar afër 1000 palë që kanë raportuar vazhdimin e mohimit të kësaj të drejte. Rruga adekuate që duhet të ndjekin institucionet është që të zbatojnë këta gjykim në mas në atë mënyrë që asnjë person nga këto kategori mos të mbetet pa realizuar të drejtën e tyre. Mirë po nëse kjo nuk ndodh, fatkeqësisht secili prej personave individualisht duhet të ndjek të drejtën e tyre dhe në këtë situatë do të thotë Qendra për Ndihmë Juridike e Institutit të Kosovës për drejtësi ka njoftuar se do të ofrojnë ndihmë juridike falas për këto kategori në drejtim të realizimit të tyre. Deri më tani do të thotë që nga momenti kur kemi lëshuar njoftimin janë afërsisht 1000 qytetarë të cilët i janë drejtuar Qendrës për Ndihmë Juridike të Institutit të Kosovës për drejtësi që kanë kërkuar ndihmë juridike në realizimin e të drejtave të tyre e që të gjitha këto raste tani më janë duke u shqyrtuar dhe duke u trajtuar nga Qendra për Ndihmë Juridike e Institutit të Kosovës për drejtësi. Bazuar në praktikën e deritanishme, pensionistëve nuk u mbetet tjetër veç se të angazhojnë avokat që t'i drejtohen gjykatave secili, derisa ata janë hall me shpenzimet e tyre mujore, të cilat edhe po ashtu nuk arrin t'i mbulojnë me të ardhurat që kanë. Jam paguesi gjithave ato shpenzimet që i bëjnë, shembull të rrymës e tjera që në këtë muaj e kam lënë veç kur të marr pensionin se s'kam mundësi ende me pagu rrymën që i kam rreth 50 euro rrymë. Tuna, s'ka më të thonë. Mos thonë për faqe zezë, faqe zeza janë tjera. Për kiamet. S'po foli unë për shembull që i pitë unë se ata vetë kom ditë për çet. Mos na e pas një dinor. Po në pyetje jetojmë e shoqja e Arzit 50 euro bana në muaj. Unë minimumi 40 e Arziti, ato bëjmë 90 euro. Jesin 80 euro.